Rrëfimi i prekës i policit Burim Kadri Bunjaku. Si pjesëtar i policisë për shumë vite, dje gjatë një kontrolli rutin ndalova një makinë. Ajo po ecte me shpejtësi mbi normale në lejuar. E ndaluam dhe duke u përgatitur të lëshojmë një gjop për drejtim të rrezikshëm, ju afrova ngadalë dritares. Kur dritarja ul, nuk pash atë që prisja. Nuk kishte era alkool, asnjë indiferencë të shpërqendruar. Duart e burrit po dridheshin në timon, sytë e tij ishin mbushur me lot, buzët e tij u hapën me vështirësi. Vajza ime, tha ai me zë të thyer. Ajo është në spitalin e fëmijëve. Kimioterapia nuk funksionoi. Sa po telefonuan, thanë se duhet të nxitoj. E shikova në sy. Nuk kishte gënjeshtër në atë vështrim, asnjë lojë, asnjë arratisje, vetëm dëshpërim dhe një betejë kundër kohës. E mbylla ngadalë bllokun e gjobave në dorë. Më ndiqi, thash. U ktheva në makinë, i ndeza dritat rotative dhe aktivizova sirenën. Me atë timull që depërton në heshtjen e kohës, fillova t'i hap rrugën. Pastrova kryqëzimet, i ndala makinat në anë, po garonim me kohën. Përshkruam një udhëtim 30 minutësh në 15 minuta. Kur mbritëm para spitalit, ky burr doli nga makina. Ai as nuk më falenderoi dhe as nuk shikoi prapa. Ai vrapoi brenda. Unë qëndrova në parking. E fika motorin, prita. Ndoshta do t'i duhej ndihmë përsëri, apo ndoshta vetëm për të heshtur shqetësimin brenda meje. Një orë më vonë ai u kthye. Hapat e tij ishin të rëndë, supet e tij të ulura, sytë e tij shikonin në hapësirë. Kur më pa, u ndal duke u afruar ngadalë. A bëra gjën e dur? Pyeta me zë pothuajse një përshpëritje. Ai pohoi lehtë me kokë. Po, tha ai. Isha në gjendje t'i mbaja dorën deri në frymën e fundit. Faleminderit për gjithçka. Ai u përpoq të më shtrëngonte dorën, por nuk mundi. Gjunjët e tij u përkulën dhe ai u shen në krahët e mi. Në atë moment kuptova. Ndonjëherë shërbimi dhe mbrojtja është shumë më tepër se sa thjesht zbatimi i rregullave. Ndonjëherë marrja e një rreziku do të thotë të jesh në gjendje të kapësh një jetë në momentet e saj të fundit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.